Ju përshëndes. Në sfond kemi dëshmorët e kombit. Do të thënë varrezat e dëshmorëve të kombit, ndërsa këtu kemi numrin 13. Numri 13 do shënon fiks numrin e ditëve që nga dita kur e kemi marrë vendimin nga gjykata e lartë dhe e kemi në dorë vendimin e lidhje me mbylljen e dosjes së Peshkëpisë, lenin në fuqi nga Sokol Sadushi, nga Ilir Panda, Sandër Simoni dhe Sokol Bine që e kanë lënë në fuqi vendimin e gjykatës për ta mbyllur dosjen e Peshkëpisë, dosjen Beleri. Akuzuari kryesor është Alfred Beleri për dosjen Peshkëpia, për vrasjen e Arsen Gjinit, të ushtarit Arsen Gjini, në Peshkëpi me 10 prill 1994 dhe të Fatmir Shehut, oficerit Fatmir Shehut. Sot bëhem plot 13 ditë. Kujdo që t'i vi keq për këto numra që shkruaj unë, t'i vi sa të doj keq. Mua me vjen keq për dheun që ju bëhet gjithë çdo ditë që kalon, pas 32 vjetësh kemi edhe 13 ditë shtesë që e kemi vendimin në dorë dhe nuk po gjendet një njeri që ta çojmë nga gjykata e lartë deri te gjykata e kushtetuese. Për një distancë kaq të shkurtër, për 200 metra distancë, ne kemi 13 ditë që nuk po e bëjmë aq rrugë. Domethënë nga 20 metra në ditë, ku ti kishim ecur, do kishim shkuar e kishim mbaruar punë. Imagjinoni se e vështirë, imagjinoni se çfarë pasiviteti, se çfarë indiferencë ka në këtë vend. Përpara disa vitesh, vendimin e gjykatës GKK-s e ka çuar në gjykatën e lartë një merhum si Asaf Hadere, avokat i mbaruar, një kufom i gjallë, ka arritur ta çojë për 10 ditë në gjykatën e lartë, e ka bërë rekurs. Edhe Vangel Vaso, 82 vjeç atëherë, e ka çuar në gjykatën e lartë. Kurse sot ne me gjithë këto kapacitete, me gjithë këto aftësi, nuk kemi mundësi dhe nuk po na ndihmon njeri që ta çojmë këtë vendim të gjykatës së lartë në gjykatën kushtetuese për t'ia thyrë qafën asaj pune dhe për ta çuar pastaj në Strasburg, nëse gjykata kushtetuese nuk vendos që të rihapet dosja Peshkëpia dhe të rihetohet edhe Fredi Beleri dhe agallarët e tjerë, edhe belerët e tjerë, edhe pashallarët e tjerë të krimit, baronët e krimit që janë pas Fredi Beleri dhe me Fredi Beleri. Këtë kërkojmë, këtë duam. Unë nuk kam ndërmend të hesht. Jam tek varrezat dëshmorët e kombit. Dhe atje thuhet lavdije përjetshme dëshmorëve të dheut. Prandaj, ata që e kanë shitur atë dheun, që kanë heshtur dhe e kanë lënë 32 vjet duke mbredhur Fredi Belerin, janë tradhëtar, ose janë të shitur, ose janë të paditur, se nuk ka mundësi një njeri si Fredi Beleri në 32 vjet të ketë shëtitur i lirë në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha postet, dhe ketë arritur deri në majën e piramidës politike botërore, kur është i akuzuar për krime dhe terrorizëm, ka djegur flamurin kombëtar, ka vjedhur dhe vota dhe prapë sot është në majën e piramidës politike evropiane dhe botërore. Ky është indiferentizëm, ky është pasivitet, kjo është tradhti ose padituri e jashtëzakonshme. Unë nuk jam i tillë, nuk i përkas asnjërs nga këto shtresa, unë i përkas Shqipërisë. Do kënguj deri në sekondën e fundit, do shikoni se si do jetë fundi. Për këtë do, nëse dikush nuk na ndihmon, do i marr me emra të gjithë ata që ju kemi kërkuar ndihmë për ta çuar dosjen e Arsen Gjinit të Fatmir Shehut, të gjakut të tyre në gjykatën kushtetuese, dosjen e Peshkëpisë, dosjen atyre që u terrorizuan, që u plagosën, dosjen e Tmerrit të 10 prillit 1994, këdo që unë i kam kërkuar një gjysmë ndihme, që e ka patur pak mundësi unë do e përmend. Kujdo, ne i ndyri nga të ndyrët është tradhëtari. Ata që kanë mundësi dhe nuk ndihmojnë. Kaluan 13 ditë, nesër bëhen 14 të mbushen plot të 2 javë. Ku jeni?